Lushaku, ku si kryetare gruas, nuk e di sa ku ka që është kryetare grua, për shembull nuk kam pa se çfarë ka realizuar në terren ose në takim me qytetarët në degë të tjera përveç Prishtinës. Kampanja brenda Prishtinës ka pas një tezë me atë pjesën atyre mësimit gjithëtor dhe aty ka përfunduar një eksponent i lartë politikë kësaj partie. Tani, çfarë realisht kanë realizuar në terren përveç kryetarit dhe nën kryetarit e partisë? Sa kanë qenë këta bindës për të krijuar një frymë ndryshe për kjo parti për të rritë, për të pas fizionomi, për të pas garë, jo vetëm brenda, por garë në raport me partinë më të madhe me lëvizjen vetëvendosje. Tani ne kemi pasur një garë fushat e cila ka qenë e madhe, goxha mu ka duke maskuar 28 shkurtit, kuptohet në PR, dhe pani bazë reale për të kthyer në votë. E gjithë që narrative këtyre eksponentëve, sepse partia është garë e brendshme dhe për të pasur rezultat. Unë nuk kam pa shumë pak për eksponentëve të lartë ose as pak në për qytetet vogla ku ka deg, bince, ku kanë edhe pushtetin. Tu e përfshi nga Dragazhi atje në Istog, edhe ku kanë shkuar, kanë bisedu, kanë bashkëbisedu, ku kanë binë, ku kanë krijuar dhe kjo është nuk është e para në asnjë komunë. Jo, urdhë. Nuk është e para në asnjë komunë, në zgjedhjet nacionale po. Gjendja ka qenë që ashtu fatkeqësisht, po kam pritur. Unë nuk mas e ka përcet tash ti pyetjen pas malit ardh, po them në garë që realizohet një eksponent politik. Ju po e thoni Tomor. Jo, nuk çfarë po them unë? Jo, po nxjerr gjendje faktike në rregull. Unë po e them çfarë do të më bëj drejtuesit e partisë me partinë. Nuk po e them unë rezultatin e 28 shkurtit se e ka marrë. Vetëm një diçka e kam. Kurti bur 53% apo. Pyetjet e mia po i shesi me tendencë në raport me LDK-n. Jo, nuk ka tendencë. Unë po shtrej pyetje, po shtrej pyetje po analizë. Ti tash le ta bëjmë analizë. Po dakor, do të them që ajo që ka ndodhur në zgjedhjet qendrore, që ai fitoi në asnjë komunë është rrjedhoi kësaj që ka ndodhur, ju po e shpjegoni. Partia ka fitues, ka komuna të fituar për Dragash dhe deri këtu në kufi me Serbinë, ku është ajo? Flas për zgjedhjet nacionale thonë. Mirë, ardh. Po ato votues janë një ditë votues. Se në zgjedhjet Dajte flasim edhe për bastionet. Në zgjedhjet lokale, ardh, ai ishte parti me në zgjedhjet lokale para 2 muaj, ku ishin ato zgjedhjet lokale? Ai ishte parti e parë ose e dytë. Parti më e madhe fituese në kandidat në zgjedhjet lokale. Po, kjo jep të drejtë dhe pas 3 javësh doli partia e tretë dhe humbse. Ky është një defekt. Se e kima ofër. Defekt e cila duhet me pa në analizë. Sa këta drejtues të kryesisë, sa drejtues të lartë kanë punuar në terren. Tregoj se e ki ofër. Sa kanë kriju për shemb për çajin që patën në degën e Vushtrrisë. Nuk kanë pa eksponent përveç deklaratave në distancë me shku menaxhuar situatë. Pse ka ndodhur atje? Pse s'ka shku kryetari i disar? Pse s'ka shku anëtarët në kryetarët e tjerë? Sekretari i përgjithshëm. Për shembull, Imre Ahmeti e ka marrë frontin e vet madh atje në ku kanë Lipjan dhe se kanë pa Imre Ahmeti ka zhvilluar si ta ke Mitrovic, ku ka degan e 5%, as Vushtri, as po them në Podujevën që ja dorëzuan me flamur të bardhë zotit Kurti, domethënë që kjo puna e partisë. Ata që 13.9%. Po mirë, po çdo bëhet puna e partisë, me çdo mekanisëm, këto janë mekanizmat që funksionojnë partia dhe drejtuesit e lartë. Shqipi çka ka bu. Dhe tash drejtuesit e lartë kanë qenë përgjegjësi, kurse bën që të punë duhet të mu largu. Pajtohemi plotësisht. Këto janë gjendja dhe largimi. Sidomos me fundit pajtona. Jam të disa orë t'ja shpjeguar. Jo, e kam përshtypjen se gjendja faktike që ashtu. Po